Të dashur miq, të ftuar, të dashur Durrësak. Kur mora njoftimin për vendimin e Universitetit të Durrësit për të më dhënë titullin për cilin jam mbledhur sot, duhet të them që mendimi i parë përveç lumturisë dhe mirënjohjes për vlerësimin nga Senati Akademik ishte nuk do t'ja dalë të them dot dy fjalë pa qarë. Dhe më kujtua një nga mbrëmjet e vitit të ri, mbi 40 vjet më parë, ka qenë dalja ime e parë në skenë në Durrës, dhe ishte në Pallatin e Kulturës në një mbrëmje të organizuar nga Shtëpia e Pionierit të asaj kohe, ku unë merja pjesë në grupin e valltarëve, dhe isha jam 6-7 vjeç dhe duhet të kërcenim veshur me një kostum leporushi rreth një torte shumë të madhe, me boj blu që ishte në qendër të skenës. Dhe unë isha aq e emocionuar atë ditë, po aq e emocionuar sa sot, saqë sapo filloi vallja, rash në tort. Dhe u rrëzova dhe kjo torta blu, e bëra atë kostumin e leporushit që ishte i bardh bor blu dhe më larguan nga salla me urgjencë në mes të shfaqjes. Tani, këtu sot tort nuk kemi, kështu që rrezikun më të madh e kemi shmangur. Prandaj, unë mund t'ju them sinqerisht dhe pa e tepruar që nga të gjithë titujt akademik dhe çmimet dhe vlerësimet që kam marrë deri më sot, brenda dhe jashtë Shqipërisë, ky është ai i sotmi që më emocionon më shumë. Sepse është titulli më komplet dhe më i vështirë për të mbajtur. Më komplet sepse të kthesh aty ku ke rrënjët, do të thotë afrohesh aq shumë pranë burimit të njohjes së vetes, sa ndonjëherë bëhet e frikshme. Njeriu nuk është se do ta njohë gjithmonë veten aq mirë. Dhe një nga temat kryesore të punës sime, kërkimore dhe akademike, ka qenë gjithmonë tema e kufive. Në rastin e filozofisë Kantit, me cilin jam marrë shumë, është kufiri midis asaj që mund të njohim dhe asaj që duhet të bëjmë, që është tema e kritikave të famshme të Kantit, tema e kufive gjeografik, tema e kufive politik dhe tema e kufive shpirtëror. Dhe unë them, dhe prandaj tash është të afrohesh në burimin në rrënjën e njohjes, se ky fiksimi im me temën e kufive ka të bëj me një pyetje që është si mund t'i kapërcejmë kufit, por prapë të ngelemi vetvetja. Dhe pyetja ka të bëj dhe vjen në këtë formë për mua me përvojën e rritjes dhe mbrojtjes në Durrës. Durrësi i fëmijërisë time ishte pjesë e një vendi që ka qenë një nga vendet, si që dini të gjithë, më të izoluar në botë. Ishte një vend nga i cili mund të shikoje Italinë matan detit çdo ditë dhe në televizion çdo ditë, por gjithashtu plotësisht i vetëdijshëm që nuk do ta kapërceje kurrë dhe nuk do të udhtoje kurrë në atë vend. Mirëpo, e veçanta e Durrësit dhe ajo që e bënte Durrësin një qytet magjik dhe të pazakont, ishte që në atë kohë, me gjithë pamundësinë për të kaluar kufirin e hapësirës, kufirin gjeografik, në Durrës mund të udhtoje çdo ditë, çdo sekond, çdo minutë në kohë. Dhe pavarësisht mbylljes ekstreme të kufive gjeografik, kishte edhe një hapje ekstreme të kufive kohor. Nga ato që mund të merrje sa herë që dilje, një udhtim që mund ta merrje sa herë që dilje xhiro në Durrës, dhe kaloje nga ato kultura helene tek rronojat e Pallatit të Kulturës, tek kultura romake e amfiteatrit, tek kultura e mesjetës bizantine në murin rrethues, tek Republika e Venecias, nga plakja e perandorisë osmane te vitet e rinisë së parë të shtetit modern shqiptar. Dhe kjo them se e shpjegon më së miri atë indiferencën e famshme të durrësakëve, që në fakt nuk është indiferencë, por është një lloj modestie përballë përjetësisë së shpirtit të qytetit.
Dhe është një lloj refuzimi i përkufizimeve si përfaqësore dhe i detyrimeve që vijnë nga këto përkufizime, dhe një bindje që i karakterizon Dursakët që çdo strukturë politike apo sociale është e përkohshme. Dhe ajo ndjesia që ato kanë gjithmonë që edhe pushteti, sado i pamposhtur të jetë në dukje, në fakt çdo pushteti një ditë i vjen fundi. Dhe besoj kjo është edhe arsyeja kryesore që edhe një familje e persekutuar, si familja në të cilën u rrita unë, gjeti në Durrës këtë ngrohtësinë dhe një streh që ishte domosdoshme për t'i dhënë një vajzë të vogël, të lindur premature në një dhomë me qira 4x4, një fëmijëri që në fund të fundit unë themi ishte fëmijëri e lumtur. Tani, siç e thash në fillim, ky vlerësim është edhe më i vështiri për mua, nga gjithë vlerësimet që kam marrë deri më sot, sepse leja që ka ngelur në Durrës, pavarësisht nga titujt, nga diplomat, nga çmimet, nga udhëtimet, nga librat e botuar, nga leksionet, pavarësisht nga profesor, doktor dhe tani edhe doktor honoris causa, në fakt leja në Durrës ka qenë, është dhe do të ngelet nxënëse. Një nxënëse shumë kurioztare, po edhe pak tok fort, që në fillim ishte me përparse të zezë dhe me shall pionieri, pastaj ishte veshur me ato rrobat e tezgave që sillnin emigrantët nga Italia, dhe që në Durrës ka hedhur hapat e parë, ka thënë fjalët e para, ka lexuar librat e parë, ka shkruar poezitë e para. Mirë po, leja sot, që nuk është më nxënëse, është plotësisht e ndërgjegjshme që ky kopsht i Durrësit, ku janë hedhur këto farat që kanë dhënë fryt një ditë, ky kopsht i jetës saj, në fakt nuk është mbjell, nuk është punuar, edhe nuk është vaditur nga ajo vetë. Është një tokë për cilën janë kujdesur vjetra njerëz, nga edukatorët e kopshtit numër 2, përballë gjykatës, tek mësuesët e shkollës Maliq Muço, nga rrethet e valles dhe të letërsisë të shtëpia e pionierit, tek biblioteka e qytetit, nga gjimnazi Gjergj Kastrioti, tek shfaqjet dhe diskutimet e librave të Pallati i Kulturës, nga kryqi i kuq të debatet anglisht dhe të kurset e gjuhëve. Dhe pa punën, pa përkushtimin, pa dashurinë që më kanë dhënë njerëzit e mirë të Durrësit, pa doktor Ali Sulën që më tregonte për historinë e qytetit, pa profesor Gjergj Vlashin, i cili më ka dhënë i pari librin Metamorfoza të Kafkës, pa profesor Hasan Ulqinin që më ka folur i pari për universitetin e parë të Durrësit, shumë shekuj më parë, pa Sazan Bitrin dhe pa Vasa Llapën në Pallatin e Pionierit, pa Zysh Zanën që më mësoi të lexoj, pa profesor Ganiun dhe Zysh Elsën që më ka lexuar ato hartimet e mia të para, pa profesor Ilmiun që më ka mësuar logjikën, pa të cilën nuk bën dot filozofi, pa Zysh Dritën dhe pa Zysh Shqipen që më kanë mësuar anglisht, pa sakrificat e jashtëzakonshme dhe netot pa gjumë të mamit, të babit, të gjyshes, pa dashurinë aty mbaj dhe pa shumë të tjerë, puna ime nuk do ekzistonte dhe nuk do ta merrte formën që ka marrë sot dhe nuk do t'i fliste dot aq shumë njerëzve përtej kufive të Shqipërisë në gjuhën universale të artit dhe të kulturës që Durrësin e flet, në Durrës e flasin edhe gurët. Succes.